Një 30 vjeçar I shpallur në kërkim për rrëmbim dhe dhunim të një të riu është arrestuar në Gjirokastër. Në pranga është vënë shtetasi RL, banues në fshatin Risili të Vlorës, I cili u lokalizua nga forcat shqiponja teksa lëvizte me automjet në aksin rrugor të Pelen Gjirokastër. Ndalimi I tij u bë I mundur në kuadër të operacionit të koduar Strik 2, pas një koordinimi të detajuar me strukturave hetimore të policisë së Gjirokastrës dhe asaj të Vlorës. Ky shtetas akuzohet se në datë 21 maj 2026 në bashkëpunim me personat e identifikuar si BH dhe LK alias LL, të cilët janë arrestuar më parë, kanë marrë me forcë në automjet një 20 vjeçar në qytetin e Vlorës. Më pas, autorët e kanë dërguar të riu në një ambient të veçuar ku kanë ushtruar dhunë ndaj tij, me qëllimin e vetëm për t'i zhvatur një shumë prej 6.000 eurosh. Pas arrestimit në Gjirokastër, 30 vjeçari u dorëzua shërbimeve të drejtorisë vendore të policisë Vlorë për veprime të mëtejshme procedurale.